Në ambientet e Universitetit të Shkodrës, Luigjë Gurakuqi ka nisur këtë enjte punimit të konferencës shkencore ndërkombëtare me titull Albanologjia dhe Mërgata, e organizuar nga Qendra e Studimeve Albanologjike dhe Fakulteti i Shkencave Shoqërore. Seanca plenare u zhvillua pranë rektoratit, ndërsa seancat paralele vijuan në bibliotekën e universitetit, duke mbledhur studiues, kërkues dhe akademik nga vende ndryshme. Është një përgjegjësi e lartë institucionale dhe një përmbushje shpirtërore, që në emër të Qendrës së Studimeve Albanologjike të qelë sot punimet e kësaj konference ndërkombëtare. Ky kuvend shkencor nuk shënon thjesht një rrallë takimesh, por përbën një akt të vetëdijshëm, kërkimi mbi ndërlidhjen e pashkëpueshme mes shkencës sonë kombëtare dhe ndihmesës së gjithanshme të Mërgatës shqiptare në rrjallën e historisë. Tema që na bashkon, albanologjia dhe Mërgata, shpërfaq një prej akseve më jetike të qendresës sonë kulturore. Historikisht, diaspora nuk ka qenë vetëm një mjedis i mbijetesës materiale, por mbi të gjitha një vatër e drithshme e përsjatjes ku gjua, historia dhe vetdia kombëtare u kultivuan si mjetet pohimit të qenies sonë përballë trusnisë mbyse të tjetërsimit që dikton globalizmi i sotëm. Mërgata ka shërbyer si një urë e shkëlqyer e kumtimit, duke e projektuar albanologjin për te kufive tanë natyror, për ta bërë pjesë të vlerave më të larta të mendimit evropian dhe pse jo botror. Përmes këtij takimi, Qendra e Studimeve Albanologjike dëshmon vullnetin për të mbajtur gjallë një komunikim mes bërthamës sonë kërkimore dhe gjenisë krijuese që krijon jashtë vendit, duke shndërruar largësinë gjeografike në një pikpjekje të përbashkët metodologjike. Sot synojmë të hulumtojmë me pikmërinë e kërkimit të hollësishëm se si trashëgimia jonë shpirtërore, letërsia e shkruar në dy gjuhësi dhe shtrezëzimet e kujtesës sonë historike vazhdojnë të marrin trajta të reja dhe të pasurohen në mjediset huaja. Prania juaj është dëshmia më e qartë se albanologjia mbetet një disiplinë dinamike, e cila rifreskohet vazhdimisht përmes rrahjes së mendimeve dhe qasjeve të reja shkencore. Konferenca vijon dhe të premten duke ofruar një platformë të rëndësishme për dialog shkencor dhe ndërveprim akademik.